rezultatet kur zoti Mustafa ka bërë koalicioni me zotin Thaçi dhe gjithmonë LDK-ja ka pas tendencë të rënjes. Se nuk e pas kam para të emisionin zotit Pozhari, po me siguri kur i keni thënë ju që LDK-ja në vetë rast është rrit kur ka bërë opozit për bashkët me VV-n, me siguri është përgjigju që ama kur jemi bashkë qeverisur ka rënë. Po në atër ma mirë mos mirën me supozime ju kësha rekomandu me po emisionin. Po për ne po them se kur kam bashkëqeveris ka rënë. Edhe zoti Kurti ka ofruar për bashkëqeverisje, edhe jo për opozit bashkë, se po t'ishe për opozit me siguri do kishte pranuara. Si ra, është shumë e rëndësishme edhe si raja qeveri. Edhe a kishte në atë kohë, në kohë pandemie, ndonjë shtet, ndonjë rast, ndonjë precedent që ka ndodhur me radhë qeveria në kohë pandemisë. Ti lëm këto anash, këto mos pajtime, çështjet politike dhe gjitha të cilat mund të kenë ndodhur në ndërkohë. Po si argument në periudhë të pandemisë kur rrezikohej jeta, kur nuk ishte gjithashtu me rëndësi kush do të jetë në qeveri, por nëse njerëzit do të shpëtojnë jetët e njerëzve, në atë kohë ndodhi rënja e qeverisë me emocion, dhe ju e dini shumë mirë, erdhi zoti Hoti, një kandidat i cili fare nuk kishte tagrin për atë periudhë, po them. Se jo që nuk është figurë e nderuar brenda LDK-s. Mirë, po në një farë forme, ata prezantuan krejt dikën tjetër për të qeverisur, që kishte vullnetin për të bashkëqeverisur dhe ishte një fuqi e madhe e qeverisjes saj përket numrave, se janë numrat ata të cilët në fund po paraqesin problematikë se i kishte, vetëndos janë këto në këtë prezantim 56 vota. Edhe 5 vota duheshin që të mos rrinin të kjo situatë ku rrin. Po më pas LDK-ja u ndëshku nga vetë elektorati. Është interesant kjo përmendja që bëhet për çështjen e rrëzimit të qeverisë. Nëse profesori kishte një reagim për këtë që e tha më shkurt nëse bën. Nëse vetë shkurt, nuk e kishte se le profesori. Nëse përmendet shpesh çështja e rrëzimit të qeverisë në pandemi, po ashtu kam pas qef me ditë a ka ndodhur ndonjëherë në botë në atë periudhë të merret kryeministri me rrëzimin, konkretisht me shkarkimin e ministrit në pandemi. Pra ka pas nga me u marrë me shkarku një ministër qeverisë ti, përderisa ka qenë një situatë pandemie. Jo, vetëm të arsye. Kryesisht ka qenë akt politik për një rrethanë të caktuar dhe nuk ka ndodhur askund në përballë që qeveria të merret me ngarkim të ministrave në kohë pandemie. Nëse don me rikthy për shikuesit, atë situatë ma trego arsye pse është shkarkuar. Jo, të lutem, jemi duke debatuar me Albinotin. Cila ishte arsyeja që u shkarkua zoti Veliu? Në kohë pandemie të diskutohej për një çështje e cila ka mund të zgjidhej me mjete të tjera anësore. Cila ishte arsyeja? Nëse do të futemi në shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme apo jo. Por, problemi është që në pandemi të merreshin me çështjen e veprimeve të tilla, e të cilat edhe në pandemi dukej se bëheshin për kusure politike më shumë se sa për interesin e qytetarëve. Për arsye se është vajtimi i gjatë kjo, na kanë rrëzuar në patrioti i kushtetutës, kështu e ke shpall vetëm. Patriotizmi kushtetuese suportoj. Atëherë janë dy pika kur sipas kushtetutës shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Dhe në momentin kur ishte në pyetje nëse duhet të jetë gjendje emergjente apo e jashtëzakonshme dhe mori vendim qeveria që të jetë gjendje emergjente, se kishte nuanca, gjendja e jashtëzakonshme ta qitë ushtrinë në rrugë, se janë gjëra që s'janë diskutuar të kaluar. Në këtë diskutim, kur një ministër i del kundër vullnetit të atij që është në krye të qeverisë dhe në një mënyrë pajtohet me propozimin atë saj kohë të ish-presidentit Thaçi, kjo ishte vetëm një lëvizje për të shkarkuar. Më kujtohet ka qenë vetëm një intervistë e caktuar pa peshë juridike të vendimit dhe automatikisht kjo çështje është marrë si serioze dhe shkarkohet një ministër në pikë pandemisë. Shpojmë ma ti peshët juridike kur deklarimi i ministrit është 2 pika... Jo, e kam profesorin asaj, se ta përfundoni këtë diskutim. Albinat me kriju kësi narracioni, kësi rrëfimi,
me sjellin ngjarjen vajtimi, elemente të cilat e as zbërthejnë vajtimi kërkohet të gjatë, se kemi me përmend vetëm ngjarje pa i treguar shkaktarët dhe faktorët se si u rrëzuan një qeveri në kohë të pandemisë, ky tentim narrative që për të jo në asnjë mënyrë, edhe s'është as qëllim as synim, por problemi është që gjatë kohë në u përmend vetëm një çështje se na ka ndodhur, pa përmend edhe pjesën tjetër. Paragjysë se më ka interesuar, a ka ndodhur në ikon në Kosovë, në Boshta, që qeveria të merret me çështje politike në kohë pandemisë. Nëse mund ta bëjmë një debat tjetër kur diskutohet çështja e arsimit të qeverisë. Ke drejt, vetëm është problemi që të vajtohet gjatë, pa e marrë edhe pjesën tjetër, unë këtë nuk po e pranoj si të mirë qenë sot. Dakord, profesor, se ishit në... Ishim të diskutimi me zotën Aziri, po edhe për të lidhur diskutimi që bëherët. Realisht mendoj që a ishte pretekst i zotit Kurti për të shkarkuar ministrin e asaj kohe. Edhe në fakt kësaj gjëje i friksohet LDK-ja, me thënë drejtën në partneritetin me VV-n. Vazhdon të friksohet LDK. Po, sepse nuk është problemi që shkarkoj një person kushdo qoftë ai. Kryeministri ka drejt ta bëj. Për çfarë do të arsyesh? Ka mundësi edhe mënyra se si. Domethënë ka rëndësinë e vet. Pra, me një partner koalicioni diskutohet, bisedohet e kështu me radhë. Ka mënyra se si bëhen gjërat. Ai ishte një kapitalizim